Faleminderit shumë për fjalën. Të nderuar të pranishëm, i nderuar drejtori i qendrës Minber, të nderuar personalitetet tjera të pranishme. Sigurisht që, siç e potensoi profesor doktor Adrian Muhaj, që është një temë që ka shumë për të folur. Sigurisht që para se të futem në thelbin e temës që do të flas për hoxhallarët Dibran, do të kisha dashur të potencoj një fakt tjetër të rëndësishëm, i cili ndërlidhet me këtë organizim. Kjo konferencë parimisht i shërben edhe një projekti tjetër që ka vetë qendra, por që në thelbe kemi të gjithë hoxhallarët ose teologët shqiptarë. Dhe është trajnimi i teologëve, i hoxhallarëve të rinj, të cilët shpesh herë aty këtu dëgjojmë diskurse dhe ligjërime të ndryshme nëpër platforma të ndryshme, qoftë mediatike e kështu me radhë. Ky organizim për ne do të krijon një model, thjesht një model referues ku do të referohet teologjia muslimane shqiptare. Unë, me që jam edhe pedagog në universitet, para 2-3 viteve afërsisht dëgjova një ligjërim shumë të bukur nga një studenti im, i cili fliste për migrimin e profetit alayhis salam nga Mekka në Medinë, për sakrificat, për humanitetin e Medinasve kështu me radhë. Pas atij ligjërimi e ftova në zyrë studentin për ta përgëzuar dhe për t'i dhënë edhe një këshill. Këshilla ishte kjo. Ky ligjërim ishte shumë i bukur, shumë i pasur, por ishte një ligjërim pasiv. Për arsye se në ambientet shqiptare të flitet për migrimin e profetit, pa u theksuar migrimet që patën shqiptarët në presionin komunist, është pak i zbehët. Dhe të flitet për humanitetin e Medinës, se si pritën Mekasit, pa u theksuar humanitetit dhe solidaritetit që treguan shqiptarët e Maqedonisë dhe të Kosovës dhe shqiptarëve të Shqipërisë pas komunizmit, dhe humaniteti, solidariteti i shqiptarëve të Shqipërisë dhe të Maqedonisë ndaj shqiptarëve të Kosovës 98-99, dhe kështu me radhë të gjithë situatët, mendoj që është një ligjërim i cili ne na bën të jemi pasiv në historinë islame. Kurse muslimanët shqiptar janë çdo herë pjesë aktive e umetit islam dhe jo pjesë pasive, pra janë një entitet i gjallë që vazhdimisht prodhon dhe zhvillohet. Dhe kjo lloj konferencë do t'i shërben kësaj, do të jetë një prototip i mirë për teologët e rinj. Megjithatë, unë sot pak fjalë do t'i them për hoxhallarët e Dibrës, sepse me që vetë jam Dibran dhe mendoj që kanë dhënë një kontribut të theksuar dhe janë një model i kësaj teologjisë muslimane shqiptare. Qyteti i Dibrës, mbase nuk është prej qyteteve të para që përqafuan islamin në mas, megjithatë muslimanët e parë filluan të tregonin interes për të shkolluar në qendrat e kohës. Kishte prej tyre që shkuan për të shkolluar dhe mbetën në qendrat e perandorisë osmane për të shërbyer mbar umetit islam. Kishte të tjerë që u kthyen për të shërbyer në vendlindje, por kishte edhe të tillë që fillimisht i shërbyen umetit islam, pastaj, pasi vendlindja u godit nga një sër fatkeqësish, u kthyen për të kontribuar në mbrojtjen e saj. Në vazhdim do të përmendim disa hoxhallar Dibran që kanë dhënë kontribut të dukshëm në qendrat osmane dhe në viset ballkanike. Si për shembull, Omer bin Muhammed ed-Dibrawi, i cili ka lënë pas vetes 10 vepra të vëra shkencore. Një veçori tjetër është se ai ishte edhe imam në xhamin Hagia Sophia për një kohë të gjatë. Po ashtu kemi Faik Vildan Debreliun, një dietar i mirëfillit të gjitha disiplinave islame, por me tekst të veçantë në tefsir dhe në gjuhën arabe. Madje edhe shumicën e veprave i ka lënë në këto fusha shkencore. Faik Vildan Debreliu jo vetëm që shkroi në fushën e tefsirit, por ai njihet edhe si reformator dhe kritik i fuqishëm i metodave të tefsirit të Kuranit, për mësimin e gjuhës arabe dhe të gjitha disiplinave të tjera fetare nëpër medrese. Gjithashtu,
nuk duhet harruar kontributin e tij në Huzur Dersleri për disa vite me radhë në kongresin e manastirit e kështu me radhë. Haxhi Vebi Agolli Dibra, një erudit, strateg, dietar, burgshtetas, ideolog i teologjisë shqiptare dhe i shumë kontributeve të tjera, për cilin mendoj që duhet kushtohet një konferencë dhe jo vetëm një sithi, një teme. Pastaj kemi Debreli Hysen Efendiu. Debreli Hysen Efendiu, për këtë flet një orientalist bavares, i cili në vitin 1906 kishte shkuar në Perandorinë Osmane për të mësuar gjuhën arabe dhe kishte zgjedhur një njohës ndër më të mirët të gjuhës arabe të asaj kohe, i cili ishte Debreli Hysen Efendiu, dhe këtë ai e tregon në ditarin e vet. Pastaj kemi Ahmed Ismail Aga, i cili ka dhënë një kontribut të dukshëm, Ali Riza Halabaku, Hafiz Veliuddin Bajraktari, Haxhi Ismail Reka, Mehmet Nazif Efendi Ahmet Agolli, Mehmet Ali Efendi Haxhi Agush Aga, Hafiz Mehmet Efendi Haxhi Sheikh Nimetullah Dibra, Hafiz Mehmet Efendi Sulejmani, Hafiz Muhyiddin Murat Aga. Qëllimisht vetëm po i theksoj sepse nuk kemi kohë të theksojmë kontributet e secilit prej tyre. Sigurisht do t'i keni në versionin e plot që do t'jetë për botim. Osman Efendi Sharofi, Haxhi Sulejman Efendi Ismail Aga, Haxhi Xhemal Efendi Sulejmani dhe shumë të tjerë. Një kontribues, një hoç, një alim tjetër është Debreli Zenuni, i cili Debreli Zenuni shumë pak është i dëgjuar në mesin tonë, por ka qenë njëri prej atyre që ka qëndruar në momentet e fundit ndaj Sultan Abdulhamidit, dhe ato këshillat, emanetet e fundit që i ka lënë Sultan Abdulhamidi i ka shënuar pikërisht është ky Dibran që është Zenun Efendiu. Dhe ato nuk janë pak emanetet vogla, janë tradhtit politike që janë bërë hilafetit, janë emanetet për tokat e shenjta për Palestinën dhe për shumë emanetet tjera të cilat Zenun Efendiu i shënon prej Sultan Abdulhamidit. Pastaj kemi edhe një sër hoxhallarësh Dibran të cilët kanë dhënë një kontribut të vyrë edhe pas pavarësisë. Sigurisht edhe para edhe pas pavarësisë janë. Është Said Najdeni që një folës paraprake theksoi, i cili njihet me abetaret e gjuhës shqipe dhe me shumë kontribute tjera në nivelin lokal, është Hafiz Ismet Dibra, i cili ndër të tjerash ka veprën A ka dyshim në qenien e Zotit, që është një vepër teologjike, filozofike shumë e rëndësishme për lexuesin shqiptar. Është muftiu Dibrës e epërme, mufti Hysni Efendi Kërliu, i cili krahas kontributeve tjera në luftrat ballkanike ka një kontribut të theksuar kur shpëton 300 të rinj Dibran nga pushkatimi bullgar për shkak se ata u revoltuan ndaj dhe e morën në dorë një furrë të bukës në atë kohë, ku kjo ndaj pushtetit bullgar llogaritej si një tradhti. Dhe Hysen Efendiu arriti që të jap kontribut në shpëtimin e tyre. Pastaj kemi Hafiz Sherif Langun, i cili ishte një adetar udhëheqës i spikatur, i cili në vitin 1938 u zgjodh kryetar i Mezhlisit të Ulemave në Shkup, ndërsa nga vitin 1942 kryetari i Komitetit Musliman në Shqipëri dhe pastaj burgoset nga Enver Hoxha. Kemi edhe kontribues të tjerë, kemi Efendi Riza Lata, Efendi Haki Sharofi, i cili ka një kontribut të jashtëzakonshëm në teologjinë shqiptare, po ashtu kemi edhe përkthyesin e Kuranit në gjuhën shqipe Sali Ferhat Hoxhën, i cili është përkthimi i parë nga një Dibran i Kuranit në gjuhën shqipe, cili është kontributi hoxhallarëve Dibran në eventet kombëtare. Këtu nuk do të tregoj raste, por vetëm do të bëj disa analiza shumë të shkurta. Nuk ka si të mos vihet në ballë të këtij sythi ideologu dhe pishtari i teologjisë shqiptare, Haxhi Vebi Dibra,
i cili firmosi pavarësinë, lëshoi fetvan e flamurit, kryesoi senatin e parë shqiptar, themeloi komunitetin musliman dhe shumë aktivitete tjera. Këtu mund të vendosim një paralele me Faik Vildan Dibrës dhe Haxhi Vebi Dibrës. Sepse këta dy hoxhallar luajtën një rol shumë të rëndësishëm në dy ngjarje të veçanta për popullin shqiptar. Haxhi Vildani, si një hoxh dhe autoriteti pa kontestueshëm, i dha legitimitet fetar Kongresit të Manastirit dhe nuk lejoi që shqiptarët të përçahen për shkak të fesë. Ndërsa Haxhi Vebiu i dha legitimitet pavarësisë dhe flamurit kombëtar. Pra, në atë kohë vlonin gjakrat për revolta popullore ndër muslimanët. Mirëpo, këta dy personalitete jo vetëm që i qetësuan, por edhe i bindën për të kundërtën. Në këtë mënyrë arritën të shmangnin fërkimin fetar mes shqiptarëve. Prandaj dhe lirish mund t'i quajmë si pishtar të bashkëjetesës fetare ndër shqiptarët. Në këtë mënyrë veproi edhe Hafiz Sherif Langu, i cili ishte pjesëmarrës në Kuvendin e Vlorës bashkë me Haxhi Vebi Agollin, ku Hafiz Sherifi në frymën e teologjisë shqiptare udhëhoqi mezhlisin e ulemave të Shkupit në vitin 1938, bashkë me patriotët të tjerë shqiptar, por në këtë frymë dhe shkatësi ai udhëhoqi Komitetin Musliman në vitin 1942. Shtuar kësaj edhe kontributi në Kongresin e Dibrës në vitin 1909 që në pak shkrime e gjej. Fryma që hoxhallarët Dibran e ngulitën në Dibër përgjatë gjysmës së parë të shekullit të 20, vazhdoi ta mbante Dibrën e epër me gjallë fetarisht edhe përgjatë gjysmës së dytë të shekullit të 20. Madje mund të themi se kjo frymë e teologjisë shqiptare filloi të shtrihet edhe në viset shqiptare jashtë Shqipërisë lundineze, por duke e shfrytzuar Dibrën si një shteg i cili asnjëherë nuk e kishte humbur lidhjen dhe frymën e paraardhësve të tyre. Gjithsesi Haxhi Vebi Dibrës, Hafiz Sherif Langut, Haki Sharrofit e hoxhallarëve të tjerë. Në fund, me sa u tha më parë, kuptohet se Dibra ka qenë djep i njësor hoxhallarësh të njohur, të cilët kanë lënë gjurmë në historinë muslimane në përgjithësi, edhe në historinë shqiptare në veçanti. Veprimtaria dhe kontributi i tyre mund të përmbledhet në këto dimensione. 1. Dimensioni shkencor. Hoxhallarët Dibran i lanë umetit islam 10 vepra të rëndësishme, si për shembull veprat e Omer Fani Efendiut në Tesavvuf dhe në Tefsir, veprat e Faik Vildan Debreliut në Tefsir, në gjuhësinë arabe, në fik dhe në letërsinë arabe, po ashtu edhe veprat e shumë hoxhallarëve tjerë Dibran në gjuhën shqipe, si për shembull habetarja e Said Najdenit, veprat e Haxhi Vebi Dibrës, tekstet pedagogjike fetare të Haki Sharrofit, përkthimi i Kuranit nga Salih Ferhat Hoxha dhe të tjerë. Dimensioni i dytë, dimensioni arsimor. Një pjesë e hoxhallarëve Dibran shërben edhe në për shkollat e ndryshme të Perandorisë Osmane, si në Stamboll, në Edirne, në Shkup dhe në kryeqendra të ndryshme të botës islame. Këtë karvan e kryeson Faik Vildani, i cili ligjeroi disa vite me radhë në obor të sultanit, gjithsesi në Huzur Dersleri. Po ashtu disa nga hoxhallarët Dibran shërben edhe në viset tjera ballkanike shqiptare, veçanërisht nëpër medreset e qyteteve shqiptare. Ajo që duhet vënë në spikam është kontributi i hoxhallarëve Dibran në themelimin, menaxhimin dhe formësimin e medresesë së lartë të Tiranës, e cila mandej do të jetë një lloj frymëzimi dhe modeli edhe për medreset tjera në botën shqiptare. Dimensioni i tretë është dimensioni kombëtar. Hoxhallarët Dibran, fal shkollimit dhe mendjeprehtësisë që kishin, i nuhatnin shumë mirë rrjedhat politike të kohës, prandaj çdo herë qëndruan në ballë të lëvizjeve të ndryshme kombëtare. Jo sepse ishin kundër hilafetit apo unitetit të muslimanëve, por sepse e kuptonin shumë bukur se çfarë duhej vepruar për të mos e futur popullatën në përgërshër të mëdha të pa përballueshme. Në fund, nëse dikush pyet, ma thuaj kush ishin hoxhallarët Dibran, përgjigja do të ishte: Hoxha Dibran, imam në Aja Sofia punoi, ligjerata para sultanit kumtoi, fjalët e fundit të Abdul Hamidit i transmetoi, hallet e popullit mbi supe i ngarkoi, botës islame shumë vepra i dhuroi,
për kombin shqiptar gjithçka sakrifikoj dhe teologjin shqiptare në binare e vendoj. Ju faleminderit.